Në radhë të parë faleminderit një herë për kohën dhe për disponueshmërinë. Faleminderit ty dhe ndjes që sugjerova të dielën se e di që punërosh ti pushime edhe. Jo, pa problem. Klasa punëtore nuk ka më shumë privilegjesh. Po. Ja, janë privilegjet 900 ata. Në radhë të parë doja të dija se Arlini më tha që ishe ti që ke punuar mbi këtë program, domethënë në këtë pjesë të programit. Ishe e vetëm apo ka pasur edhe të tjerë? Kam pasur ndihmë, përse kam pasi listë me emra, si me thënë, fushave të ndryshme, duke qenë se unë nuk jam profesionist në asnjë prej atyre fushave, jam thjesht shtuja pasionuar. Kam bërë i farë volumtimi. Ka pasur njerëz aty që kanë kontribuar, bile madje kontributi më të rëndësishëm e ka dhënë person që nuk ka pranuar që i publikojmë emrin, as ta falenderojmë publikisht. Më erdhi keq edhe kur e prezantuam që nuk ja përmendëm emrin. Megjithatë kam edhe njerëz tjerë me të cilët do punoj për zgjerimin e fakt programit, se jam edhe vetë i vetëdijshëm që është goxha i mangët. Sidomos në të policentrizmin e kësaj, për hapin i çik të jam marrë shumë me Tiranën me këto. Unë doja e para punës për sa i përket njerëzve që kanë bashkëpunuar, kanë dhënë kontribut te programi. Se diku më tha Arlindi vet apo e dëgjova diku që po e thoshte, kanë qenë diku te 50 veta që janë marrë, po nuk i jepnin, domethënë, nuk kishin vendosur mos të nxjerrnin emrat. Dhe për mua kjo nuk është diçka e mirë, domethënë, sepse përderisa po jep kontributin. Kemi përmendur gjithë ata, po ka pasur shumë, them jashtëzakonisht shumë që nuk kanë dashur të, nuk e di, punojnë në shtet, nuk e di çka kanë si. Eksaktësisht kjo ishte. Po. Kjo ishte Jo, edhe mua ka ardhur keq, domethënë se gjëja që mua më bënte një çik përshtypje dhe të paktën personalisht më lë një shije të keqe. Se nuk ka, unë për shembull nuk kam asnjë lloj paragjykimi politik ideologjik mbi çfarëdo lloj partie, sepse e para punës nuk besoj te vota, që delegimi i votës, kështu që jam jashtë, nuk e konceptoj. Po kjo nuk më bën të them që nuk do ishte e drejtë që të merre pjesë tek shtrimi i një programi apo të hartimi i një programi politik për sa i përket fushës ku un jam. Domethënë, këtë nuk e shoh si problem. Dhe siç thash, nuk kam asnjë paragjykim. Më lë shije të keqe sepse është ajo ku njerëzit gjithmonë fshihen pas dhe është bërë si thosh logjik e mirë pranuar, e gjithë pranuar dhe pothuajse është normale që dikush të fshihet duke thënë që jo, se un kam frikë për vendin e punës. Domethënë kjo del jashtë konceptit tim. Po gjithsesi kjo është thjesht çështje që s'ka të bëj shumë me atë për çfarë do të flasim. Për sa i përket, jo, dhe unë mendoj se është problematike, sidomos në afat gjatë. Domethënë, do kaloj kohë ky person ka kontribuar për këtë gjë, do kaloj kohë edhe mund të harrohet, domethënë se normalisht ne i kemi falenderuar, e munduar të bëjmë kontakte, i kemi pyetur disa herë për. Jo, po kështu. Nëse nuk ka, si thash, është gjë ansore, kjo nuk është diçka persore. Doja dija kur fillove ose filluat të shtronit programin, nga filluat? Kush ishte pika e parë? Po diku vitin e kaluar fund pranverës diçka e tillë. Ne kemi krijuar, bëm një grup që
cilin e koordinonte profesori i shkencave politike, Sofo Meksi, besoj e njeh. Jo, personalisht po e njoh. Po, jepte i farë koordinimi, krijuan disa grupe, domethënë, u krijuan këto grupet jo bujqësia, kultura, ekonomia, parazia sociale të gjitha. Kryesisht për fushat që janë çik më teknike, kemi bërë i farë periudhë leksionesh, punë pranverës, diçka deri në qershor. Kemi bërë një cikël leksionesh, domethënë për me prezantime nga ca modele jashtë shtetit. Me kulturën, si më thënë, nuk kemi marrë shumë. Jam munduar vetë jo të hulumtoj, jo të lexoj kryesisht artikuj. Megjithatë duhet të them ka qenë shumë e vështirë, unë s'kam qenë as në Tiranë atë periudhë. Ka qenë shumë e vështirë të merre informacion. I gjëra teknike, ku diun, ligje, publikimet institucioneve publike, nuk kishte. Qendra Kombëtare e Kinematografisë, për shembull, nuk gjej asnjë lloj publikimi. Janë edhe kështu nepotizma të hapur online që si vëre askush me sa duket. Po, Ka qenë çike vështirë për të hulumtuar. E kam i çik problematike ta fus në një kornizë, si thush, programin, sepse logjikisht do prisja të shifja një lloj koherence midis atyre shtyllave paraprake që ishin dhënë prej kohësh, domethënë prej lëvizjes bashk, kur u botua ai programi i 5-shëm, domethënë ajo sinteza ku ishte shteti zhvillimor, shteti social, shteti së drejtës dhe pjesëmarrja demokratike. Dhe prisja, domethënë që tek kultura, këto të katër shtylla, si thua, të hapeshin, të zhvilloheshin deri diku. Domethënë, çfarë do të thonë këto katër shtylla për kulturën? Natyrisht shifja që, domethënë, ngrihen pak a shumë si që është bërë edhe tek kjo pjesa më e zgjeruar e programit, ka një lloj koherence ku në fillim nxirret situata, problemet dhe pastaj si thua jepen ato sugjerimet se çfarë lëvizja bashk prezanton, domethënë cilat janë zgjidhjet e mundshme. Po që siç të thash, nuk shoh një lloj strukture përveç se kësaj, domethënë thjesht në mënyrën e të shkruarit. Shohim problemet e kontekstit dhe pastaj çfarë zgjidhjesh mund t'japim. Po kjo është diçka paksa më ndërlikuar për ta bërë si strukturë. Dhe struktura është program, se unë kam parë programet, të paktën kam parë programet. I kam hedhur një sy programeve të partive të tjera, siç është Partia Socialiste apo Partia Demokratike, që kanë nxjerrë disa gjëra për programin e tyre. Mua më duket sikur këtu ka punë dhe atje s'ka punë fare, domethënë pavarësisht se nuk ka një strukturë te kjo që ke bërë ti dhe bashkëpunëtorët që kanë kontribuar, duket që ka punë të paktën, ka një tendencë për të parë problemet edhe për nxjerr disa zgjidhje. Po që këto zgjidhje nuk të japin atë të strukturës. Sepse kur futesh në strukturë, atëre do të thotë që e ke parasysh më mirë, më qartë cilat janë dinamikat e kontekstit në art dhe kulturë. Thjesht për këtë e kisha, domethënë. Edhe pse nuk mund të ketë qenë qasja jote dhe juaja direkte. Këto katër shtyllat e bazë të programit, siç janë shteti zhvillimor, shteti social, shteti së drejtës, pjesëmarrja demokratike, për mendimin tënd si mund të futen, si mund të artikulohen brenda lëmës kulturës ose fushave të artit dhe të kulturës. Si mund të artikulohen apo të implementohen edhe?
si mund të artikulohen, pastaj implementimi është më i gjerë, domethënë më i detajuar, po në fillim, domethënë thjesht si qasje. Po si më thënë, qasja, edhe vetë qasja ime ka qenë kështu, domethënë. Në fillim Shqipëria ka nevojë për pak, si më thënë, ngritje i far infrastrukture të punës, para se me shkute, duhet me i pas parasysh drejta sociale, gjithashtu. Po, ka nevojë me ngritje i far infrastrukture të punës, lëvizjeve shoqërore, mobiliteti, nuk mund të shkojnë direkt te kultura dhe Jo, unë po e shifja për shembull se kultura është gjithmonë, të paktën përsi e kam parë unë, është pjesë e propagandës. Domethënë është pjesë totalisht e propagandës. I vetmi ndryshim që kam parë unë, domethënë unë s'po marr tani periudhën gjatë diktaturës proletariatit, po marr, domethënë atë kemi lënë më njanë, po gjithmonë ku aty dije dhe kultura ishte propagandë, ishte haptazi quajtur kështu. Po them për këtë periudhën tjetër, ku teorikisht nuk duhet ishte kështu, është gjithmonë në mos më keq përdorur si propagandë. Domethënë më keq se në kohën e diktaturës proletariatit. Dhe i vetmi ndryshim që unë kam parë nga ana strukturore ishte gjatë qeverisjes Berisha, ata futën një qendër arti brenda Ministrisë Kulturës që jepte fonde për artin dhe kulturën. Dhe ishte diçka ndryshe nga ana e strukturës. Natyrisht, aty ishte frok çupi dhe totalisht dijej se kujt i shkonin fondet, domethënë klientelizmi, favoret e disa qarqeve. Po nga pikpamja strukturore ishte diçka ndryshe. Dhe ndryshimi i parë që bëri qeveria aktuale, kur erdhi para 12 vjetësh, ishte eliminimi i kësaj strukture. Domethënë, sepse natyrisht justifikimi ishte ata janë të korruptuar, japin miqve të vet fondet etj. Domethënë, në vend që të bëhej më e pavarur dhe të gjejë një mënyrë të bëhej më e pavarur, aty u eliminua eksaktësisht, u eliminua tërësisht dhe u qendërzua në duart e ministrisë dhe ministres atëhershme të kulturës, siç vazhdon edhe sot, domethënë. Kështu që nga kjo pikpamje unë doja që këto 4 gjërat katër shtyllat të fillonin, sepse siç e the ti, çdo gjë fillon tek struktura, të nxjerrësh, domethënë pastaj mund të kërkosh edhe të drejtat brenda një strukture. Por kjo duhet të ishte edhe në kulturë. Unë nuk e shoh domethënë se ti thua që nuk mund të pretendosh të fillohet nga kultura. Po për mua kultura është parsorë. Me pasi fare kështu emancipimi ekonomik, domethënë përpara se shkojnë gjithmonë paralel, nuk është se po, për këtë jam dakord. Domethënë që shkojnë paralel, jam dakord. Gjendja këtu është kështu, ka i far minimi të qëllimshëm. Edhe jo vetëm minim, po janë krijuar edhe, si më thënë, krijuar i far infrastrukture kulturore, artistike, artit kontemporan, kështu që përdoret 100% si levë kështu e pushtetit. Edhe ka dhe i far minimi të qëllimshëm në financime, për të mos prodhuar asnjë lloj iniciative arti kulturor. Në fillim e kam menduar si manifest, edhe jam munduar që me thënë si të bëj diçka që dal nga dal të mendohet kultura dhe arti si i farë shkëputje e narrativës zyrtare të pushtetit. Mos të jetë gjithmonë ndërvarur, të krijohet i farë pavarësi edhe në krimtari, po edhe pavarësi financiare ekonomike. Që këtu njerëzit nesër pas nesër të fillojnë të prodhojnë kulturë dhe art,
si t'ju vi, domethënë. Kjo natyrisht edhe shkëputur nga propozuesi, domethënë nga vetë Lëvizja Bashk apo jo? Po, patjetër, domethënë të ketë njerëz këtu që prodhojnë edhe punojnë edhe merren pa u shqetësuar se çfarë do thot nesër pas nesër pushteti ose Po. a shkon kundër linjave të. Kjo është domethënë, kjo vazhdon të jetë se ai me sa e shoh unë është më shumë i far manifesti se si do punohet mbi secilën nga ato pikat, si do zhvillohen, se janë të pa secila nga ato është pa zhvilluar, ka mangësi. Jo, Kjo është si të krijohet një hapësirë ku njerëzit punojnë të lirë, domethënë. Po. Jo, edhe normalisht kanë mbështetje nga institucionet publike. Ajo ka arritur një pikë që edhe në Tiranë shifet kjo mbështetja kështu si jo, ke bashkëpunuar me bashkinë, ata janë të korruptuar, po me këtë do bashkëpunosh tjetër se. Jo, është e drejtë. Nuk, domethënë, siç thash për këtë si thua narrativën që pasqyron kontekstin, këtu nuk kam ç'a them, domethënë duket që ka një lloj kërkimi për të parë probleme, domethënë te shtrimi i problemeve un jam plotësisht okay. Është thjesht te kjo ndërtimi pastaj strukturës, te alternativa dhe ndërtimi i strukturës për të cilën ti thua që okay, un marr përgjegjësi për kjo është struktura ime, që pastaj nuk është e suksesshme, asaj lihet në dorë pastaj kohës, po që ti bën të mundur çfarë do lloj gjëje për të treguar në detaj se si e sheh ti çështjen e kulturës, domethënë se thash këto problemet janë më së ditura dhe nuk besoj se ka njeri që i kundërshton. Ka dhe gjëra që nuk thuhen në letër nga ato, domethënë ka gjëra kështu makabre fare që ndodhin që nuk s'ka si artikulon. Jo, ajo ka të bëj për mendimin tim, sepse me dashje pa dashje kam qenë i përfshirë, sidomos me këtë qeverinë që është sot, në fillimet e saj, ajo që ti thua që ka një qëllimshmëri për ta minuar sistemin e kulturës, unë them jo vetëm qëllimshmëri, po ka një strategji, ka një program, ka një platformë dhe plan për të implementuar programin e minimit. Më thënë, kjo që po them unë ty se si do kisha dashur dhe ta shihja të bërë prej jush, është eksaktësisht e kundërta e implementuar prej kësaj qeverie, që është tani. Domethënë, me qëllim, me një sistem, me një strukturë për ta bërë, për ta minuar, për ta shkatruar. Se kam filluar ta bëj edhe unë si studim, po domethënë gjëra që i shoh në blog, që për fat i kam shkruar para 10 vjetësh, 12 vjetësh, domethënë edhe i shoh ato shkrimet edhe pak e shumë arritën ndjek këtë që po them, strategjinë, programin dhe platformën e implementimit të këtij minimit të sistemit kulturës në Shqipëri. Prandaj thash duhet ishte një çik më e strukturuar kjo pikërisht për të dhënë, si thua, një përgjigje shkatrimit që ne shohim. Doja të dija nga pikpamja e pavarësisë. Domethënë si e mendon që si mund të jetë kjo e pavarur? Domethënë që ti thuash, okay, kjo është programi i Lëvizjes Bashk, po unë dua që nesër, edhe kur Lëvizja Bashk ta bëj këtë program, mos të jetë dikush që prodhon art dhe kulturë, ta ketë mendjen se si do reagoj politika, domethënë se si do reagoj Lëvizja Bashk, nëse do jetë në qeveri dhe do implementoj këtë program. Domethënë nga kjo pikpamje, si mund të jepet pavarësi artit dhe kulturës? Si fillim këtë pavarësi, jo edhe pavarësi ekonomike, po duhet të rishohim
për shembull mënyrën se si janë të organizuara universitetet për së brendshme, edhe organizimi demokratik, edhe ku diun pesha që kanë studentët, liria që kanë për të bërë gjëra përtej asaj që bëjnë sot. Mendoj se propozimi mirë është krijimi i këtij fondit sovran, duket që e quajmë, që ngrihet një institucion që nuk ka qëllim kryesor të shofi si e qyshe tek domethënë cila është ideologjia mbrapa prodhimit të artit dhe kulturës, po qëllim kryesor ka vetëm të siguroj terren, infrastrukturën edhe të ardhurat e nevojshme që Po kush janë personat që mund të jenë këtu, që mund të menaxhojnë, drejtojnë këtë fond? Përshtypjen duhet me vendos persona që kanë njohuri teknike, financiare, me bëj farë shkëputje. Janë sa njerëz që punojnë veç për gjetjen, si me thënë, të rrugëve financimit, gjetjen e mënyrave se si arti dhe kultura, dhe me thënë, të prodhoj farë Po këto i shef si pjesëtar të partive politike, të opozitës, si, do me thënë, nga vinë këta njerëz? Nga mund vinë këta njerëz? Po kanë shoqëri njerëz pafund që nuk janë as përfshirë politikisht, janë profesionistë fushat e tyre, duke filluar nga historian, arkeolog. Normalisht nuk do i përfshish këta që detyrohen që të gjejnë, me thënë, fonde dhe prodhojnë. Jo, të menaxhojnë fondin, po. Do me thënë, do jenë të pavarur. Në kuptimin, unë po them i pavarur, do me thënë, prej shoqërisë civile, jo i angazhuar politikisht, do me thënë, jo një antar i Ministrisë Kulturës, do me thënë, jo i institucioneve që janë pjesë vartëse të Ministrisë së Kulturës, do me thënë, sepse kjo pastaj ndikohet politikisht, sepse Ministria e Kulturës nuk është institucion politik, është institucion i zbatimit të politikave, do me thënë, si thua, njerëz që nuk vinë nga institucionet të varura prej partive politike. Po, nuk vinë prej strukturave të partive. Dhe pastaj si mendon, si mund të, do me thënë, se pastaj, unë nuk jam për këtë vit, vitin tjetër mund të jem, ose kam qenë vjet, po këtë vit s'jam pjesë e një partie, kështu që unë them, unë jam i pavarur tani. Si e she të mundshme që ti thuash, pavarësisht se ky personi ka qenë i një partie politike, si do e bësh të mundur që ti thuash që ky është akoma i pavarur? Do me thënë, si do garantohet kjo pavarësia? Si do garantohet? E para njërë duke i bërë njerëzit, jo vetëm kenë frikë, po ta shohin abuzimin edhe vjedhjen si të pamundur i shoqëri të ardhmes, të asaj që duam ndërtojmë nesër. Do me thëmë po flet për ligjin e konfliktit interesit, korrupsionit, këto gjërat. Po. Sidomos kur ke të bësh me jo fonde, jo. Nëse ka do me thënë, korrupsioni dhe vjedhja duhet të bëhet e minuar duhet minohet nga sipër si fillim. Edhe më poshtë duhet të kesh struktura demokratike, edhe organizimi të gjithë strukturave që do kenë të bëjnë nga artin dhe kulturën. Që nga shoqatat, që nga këto që quhen Amerikë gildet e artistëve, producentëve, grupet e interesit. Unë për shembull jam në Finland aktualisht dhe vendimarrja ka një institucion këtu që merret me promovimin e artit dhe kulturës, është nën Ministrinë e Kulturës, por vendimarrja, do me thënë grantet, vendosin
ata që marrin vendimet, vlerësuesit e granteve, janë nga shoqëria civile. Domethënë janë njerëz të pavarur. Për shembull, për 2 vjet unë mund zgjidhem për këtij institucioni që unë të vlerësoj projektet, edhe të jap grantet, edhe fondet. Po. Por këtu kjo ka krijuar, si thua, një shkëmbim favoresh, që nuk thuhet. Sepse Në Finland. po. Sepse këtu natyrisht thuhet që kjo është diçka shumë e mirë, sepse ti ja ke lënë fondet njerëzve të kulturës dhe këta i shpërndajnë mes tyre. Po ndodh që ka shkëmbime favoresh. Unë shikoj, qofse antari një shoqate para 2 vjetësh i ka dhënë një fond shoqatës time, unë qofse zgjidhem, këtë vit ja kthej favorin dhe i jap fondin asaj shoqate atij tjetrit që më dha mua fondin më përpara. Kupton, është një qark i mbyllur që krijohet dhe këtu për nga pikpamja e artit dhe kulturës, domethënë e pavarësisë artit dhe kulturës, krijohet po i njëjti problem. Domethënë, nuk është më politika që ti thua që është e keqja, është politika e keqja, po është kjo gilda, është ky networku i shkëmbimit favoreve që sjell po të njëjtën problem. Dhe natyrisht politika e influencon këtë networkun, e kupton? Edhe gjithçka, çdo art që shef në rrugë, në hapësira publike, e promovuar është që ta promovojnë Finlandën si vendi më i lumtur në botë. Kupton? Po. Kështu që ripërsëritet i njëjti problem, jo aq i egër sa në Shqipëri, sepse aty kemi edhe një tjetër laborator, po që ilustruar më bukur jemi gjithmonë përpara të njëjtit problem. Vendimarrja është e influencuar. Domethënë pavarësisht se ti thua e pavarur është. Dhe kjo ndodh nga që nuk të hapet asnjë vlerësim se si është vlerësuar projekti për shembull. Domethënë ato gjëra janë të mbyllura, nuk hapen asnjëherë. Domethënë nuk është një transparencë totale, që unë ja jap fondin Enrikos, sepse them 1, 2, 3, 4, 5, nxjerr një faqe me vlerësimin që i kam bërë, jap edhe pikët, edhe i hap edhe projektin, që ky është projekti Enrikos, më thënë që t'jemi hapur 100%. Edhe dikush tjetër pastaj mund të thotë, ti se ke vlerësuar mirë. Domethënë, qofse këto gjëra nuk hapen, gjithmonë kjo pavarësia ngelet si thosh pjesë e propagandës, e manipuluar, me pak fjalë. Po e kuptoj atë që po thua. Po sipas mendimit tim vetë studion të krijohet, e para një duhet demokratizohen gjitha institucionet, shoqatat që kanë lidhje me kulturën, të zhduket ky nepotizmi që ekziston deri edhe në pikën që ndonjëherë bëhet deri diku e padrejtë, domethënë. Se ken Shqipëri njerëz që nuk aplikojnë për fonde, vetëm se rastisht që të kenë lidhje familjare me dikë që është tot në pushtet, për shembull. Mendoj se ky model, pavarësisht sado që çedon, domethënë, se mund të jetë deri diku e padrejtë, mendoj se duhet implementuar. Në ç'kuptim? A do që të them një rast konkret apo parim kështu? Po, jo, edhe në rast konkret. Mos bëj emra, qofse s'do, mos bëj emra, s'ka problem, vetëm ma thuaj si rast. Jo, se kam fare problem, domethënë. Po kemi për shembull qendra kombëtare kinematografisë. Për momentin drejtohet nga djali i Kujtim Çashku. Po. Kujtim Çashku ka qendrën Marubi, multimedia, film. Po. Edhe merr vazhdimisht fonde, domethënë për prodhim filmash, për prodhim kulturor, andaj këtej. Nga qendra e filmit.
nga qendra e filmit. Po, edhe askush nuk e shef këtë, askush nuk i shef domethënë këtë lloj mënyrjet shpërndarjes domethënë të fondeve publike. Nga ana tjetër, ke persona që janë producent në Shqipëri, që kanë një lidhje familjare, domethënë që të do të largët e jetë ose cila do të qoftë natyra e kësaj lidhje, që janë, si më thënë, pavarur nga kjo lidhje edhe nuk aplikojnë për fonde veç se kanë një emër në familje që dikur ka qenë PS. Okej, dhe më thënë dhe e shohin si problem etik për të marrë pjesë dhe për të kërkuar fonde. Po që ky personi nuk aplikon për fonde edhe pse meriton fondin, vetëm se ndodh që Okej, ky ka probleme etike të egzageruar. Jo, domethënë, po kjo për mendimin tim nuk ka asnjë mënyrë si ta eliminosh. Pavarësisht se ajo e çashkut është, si thosh, konflikti i hapur interesi, në kuptimin, po si mund ta eliminosh këtë konfliktin e interesit? Ka vetëm një mënyrë. Domethënë, pavarësisht se Eol Çashku është në krye të qendrës së filmit, okay? po, Ja jep fondin Kujtim Çashkut, Marubit, Akademisë Marubi, po thot, okay, për të qenë i hapur, për ta eliminuar çdo insinuat për konflikt interesi, do të thotë që ky është projekti që prezantoi Marubi, edhe e nxjerr, e bën publike, sepse kur ti po, aplikon për fonde publike, edhe projekti jot duhet hapet publik. Domethënë s'ka aty që jo të drejtat e autorit apo privacy. Natyrisht privacy hiq ato të dhënat personale, po që nuk ka të drejta autori, sepse publiku ty po të financon. Kështu që është e drejtë e publikut të shofi se çfarë ka financuar. Kështu që nuk është problem të drejta e autorit. Kështu që nëse Eol Çashku hap platformën, projektin që prezantoi Akademia Marubi, edhe thot, ky është projekti. Ky është vlerësimi që unë ose qendra i ka dhënë për këtë projekt. Dhe konkurrentët, ata që s'kan marrë fondin, për shembull, mund ta shohin se si Eol Çashku ka vlerësuar në mënyrë të drejtë apo jo të drejtë projektin duke u bazuar në fakte. E thot, për shembull, qofse pse ti e ke vlerësuar baban tënd me kaq pikë, edhe e ke justifikuar kaq bukur me këtë shkrim, kur kjo nuk është e vërtetë, sepse unë e shoh që në projekt nuk është e shkruar kështu. Domethënë ti ja ke dhënë pikët gabim. Domethënë është një gjë kaq e thjeshtë, por që nuk bëhet. Dhe kjo thash eliminon atë insinuatën që thua, sepse unë, për sa e njoh unë, Akademia Marubi është ose Kujtim Çashku, edhe Eol Çashku, për çfarë kanë bërë, më duken njerëz që janë marrë gjithmonë me pa të punë. Domethënë nuk ishe që janë, ku di unë, ndërtues, janë aty te ajo akademia. Domethënë kam një lloj besimi që ata kanë vlera që të justifikojnë edhe pse kanë marrë fondin. Po kur ti nuk je transparent, kjo i bën të gjithë pastaj të dyshojnë. Dhe ta thonë me të drejtë që ti je në konflikt të pastër interesi. Dhe kjo gjë nuk bëhet. Dhe nuk bëhet edhe me ligj. Domethënë kjo është, si thua, çështja më bazike. Kur ti hap projektin, hap edhe vlerësimin e projektit, do i thua të tjerëve, konkurrentëve, dhe kjo është ajo që unë vlerësova, ma demonstroni që nuk është kështu, ose një projekt tjetër ka qenë më i mirë se ky. Dhe janë vetë ato konkurrentët, pastaj që do të thonë ty, janë të, si thua, të incentivuar që të bëjmë presion ty si vlerësues i projektit që të bësh transparent dhe të jesh sa më i detajuar, sa më i kujdesshëm kur bën vlerësimet. Për sa i përket, si thua, financave. Ka pasur një ide, për shembull, se sa do jenë këto financat
për artin dhe kulturën? Është folur për shifra? Jo, me thënë drejtën. Nëpërmjet jush tek programi, kur keni hartuar programin, është folur për shifra? Nuk është folur ende sepse unë akoma kam kërkuar për shembull edhe brenda partisë. Konsultohem me njerëz që marrin vesh nga financat, se financa dhe ligji, se janë ca gjëra që nuk s'kam qenë as vetë ekspert, edhe kam pasur me thënë drejtën frikë që të futem përmend shifra edhe gjëra se nuk e di se si. Jo, nuk po them për shifra ekzistuese, domethënë nuk e di e ke ndjekur apo jo, ka pas një debat për të ngritur me përqindje buxhetin për kulturën. Shqipëria e ka më pak nga të gjithë në rajon edhe për mos folur pastaj në Evropë. Por që këtu për shembull do ishte një ide e mirë për të parë edhe prioritetet pastaj të qeverisë. Domethënë të lëvizjes bashk në një qeverisje hipotetike, domethënë se sa i kushton kulturës. Kjo do kishte qenë për mendimin tim diçka konkrete, se pastaj në fund të ditës aty shihet, domethënë se mund të flasësh me fjalë, po sa përqind do jetë për kulturën nga buxheti i shtetit do kishte qenë diçka shumë domethënëse. Po tani mendoj për momentin është pak edhe vështirë dhe parakoshme. Ashtu si e kam parë unë kur e kam bërë ishte thash do bëj tip manifesti. Edhe më vonë besoj do më jepet mundësia të thellohem secilën nga këto. Edhe kohë fizike nuk është se kam pasur që të punoj, po edhe nga frika për të mos dashur që të spekuloj me shifra që t'ja fut. Do e bëjmë kaq edhe do e bëjmë aq. Jo, natyrisht nuk kjo s'bëhet vetëm, domethënë nuk mund ta bësh vetëm sepse përderisa bie pjesë e një programi partijak dhe pjesa jote është thjesht një pjesë e vogël e programit, do të thotë që ti duhet të koordinohesh me ato që kanë bërë programin. Për të vendosur pastaj, sepse thash nuk mund të hedhësh shifra kot, domethënë të ketë një lloj logjike brenda idesë programit. Po ideja ka qenë kjo që meqë nuk do të vim pushtet nesër, kemi pak kohë që merremi me secilën nga pikat. Ideja është edhe si dal nga dal ta shkëpusim në farë mënyre, jepen përqindjet e merituara dhe kulturës edhe artit, po edhe dal nga dal si me, do me thënë, çdo lloj prodhimi kulturor që do vi këtu të ketë të prodhoj, si me thënë, nxjerr vetveten. Do me thënë çështje qëndrueshmërie. Qëndrueshmëria, ku diu, bëhet një film, kemi një fond që mendon e para njërë si ta promovoj këtë film, e dyta si ta shesi, e treta si të ruaj një marrëdhënie korrekte edhe me drejt në autorit, edhe me mundësinë që publiku ta shohë, se këtu kemi kështu dalin filma, kanë dalë filma për vitesh që si kemi parë kurrë, edhe si shohim dot me asnjë vend. Po edhe nuk ka si të dhënë për shembull ky filmi që është financuar publikisht, ose kjo vepra arti që është financuar publikisht. Çfarë lloj sa e ka fitimin edhe në terma financiar, domethënë. Jo vetëm për atë që e prodhon, por edhe për publikun që e financon. Kam përshtypjen këto do shifen. Jo, kjo është një çik, është pak komplekse për sa i përket kulturës, sepse nuk është diçka më shumë se kulturës arti, do thosha unë, sepse nuk është diçka që matet me vlerë monetare direkte. Do thënë, kur ti bën një vlerësim mbi këtë, ka një lloj impakti që është gjithmonë ka lidhje, ka impakt ekonomik,
por jo detyrimisht financiar. Domethënë kur thua një vepër arti, një event kulturor, ka impaktin financiar, ka impakt ekonomik, domethënë që xhiron përreth vetvetes, dhe pastaj ka impaktin kulturor që si thosh shtrezohet brenda një konteksti. Prandaj është shumë e rëndësishme, do ishte shumë e rëndësishme ajo që thash në hapje, domethënë, kur ti krijon strukturën, e ke pastaj më të lehtë për ta kuptuar më në detaj këtë lloj impakti, domethënë për sa i përket financave, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket kulturës, pastaj në vetvete. Një gjë të fundit për ta mbyllur, duke lexuar pak a shumë atë që kishe shkruar në seksionin e kulturës, pash që në një pikë thoshe që Ministria e Kulturës nuk ekziston më, sepse është shkrier brenda Ministrisë Ekonomisë etj. Çfarë si është emërtimi eksakt tani. Dhe zgjidhja, ti thoshe do japim do krijohet një ministri e posaçme, po pastaj kjo ministri e quajë Ministria e Kulturës dhe Inovacionit. Pse kjo zgjidhje? Domethënë, sepse unë prisja që ti do thoshe, okay, Ministria e Kulturës, sepse du ta ketë në vete. Pse Ministria e Kulturës dhe Inovacionit? Ideja është me përfshi pak më shumë, kur them inovacion, nuk e kam për inovacion industriale dhe base duhet specifikuar, me përfshi pak më shumë këtë botën digjitale, si me thënë. Okay. Po, do me thënë, kur thua inovacioni dhe në kulturë, do me thënë, është më shumë kjo pjesa ana e digitales. Po, atë kam pasur në mendje kur e kam shkruar. Okay. Sepse pastaj, do me thënë, në pikpamjen time, kur ti fut që në emërtim Ministria e Kulturës dhe Inovacionit, mu më duket si paradoksale, sepse kultura është ajo që kultivon, edhe inovacioni është diçka e re. E kupton? Do me thënë, më bën shumë sens për shembull kur thua art dhe inovacion, është okay. Sepse do më duke i kështu si kundërsens, sepse nga një anë ti thua kulturë është kultivoj, do me thënë se është diçka e re, është diçka që ti po e kultivon, sepse kështu është kultura. Ka të bëj me traditën, me historinë etj. Po inovacioni do me thënë është kjo çështja më shumë e digjitales. Sepse pastaj ka do me thënë ka inovacion në kulturë ku ti kultivon, do me thënë fut risi brenda kulturës dhe thua që këto meritojnë të kultivohen, të bëjnë pjesë e kulturës tonë. Do me thënë, hapet më shumë diskursi, bëhet, si thua, më shumë konceptual, nuk është diçka imediate inovacioni si diçka që ka lidhje më shumë me teknologjinë, me teknikën e të bërit kulturë. Do thënë, po gjithsesi e kuptova, do me thënë, nuk është inovacioni, është më shumë për sa i përket teknologjisë dhe digitalizimit, do me thënë, të ketë edhe punës digjitale mbi të gjitha se. Në ç'kuptim? Në çfarë mënyre si me i fut në ombrell mbrojtje, do me thënë gjitha këto njerëzit, individët dhe strukturat që merren me zhvillim digjitale dhe po e mendon këtë si t'i japësh mundësi këtyre që të formalizohen, do me thënë kjo ideja e punës formale, edhe për këta që bëjnë punë brenda kulturës dhe merren me digitalizimin. Si të formalizohen, si të futen me një database, qoftë praktike, qoftë online, më thënë, edhe si të marrin një farë nga shteti për zhvillimin edhe promovimin e punës që bëjnë.
Po, e kuptova qartë. Okej. Kjo ishte pak a shumë e gjitha. Unë Po. në mbyllje doja ta mbyllja në mënyrë jo normale. Doja që të më thoje diçka për veten. Domethënë mbasi fole, më thuaj diçka për veten. Po. Çfarë po bën, me çfarë po merresh, çfarë janë planet. Domethënë personale, po natyrisht edhe brenda lëvizjes bashkë natyrisht. Unë për momentin punoj si freelance, domethënë, zyrtarisht jam i pa punë, po punoj freelance në produksion. Kryesisht bëjmë reklama. Në një festival, filma ka shumë pak. Bëj asistentin e produksionit, kam punuar në skenografi, po kam përfunduar totalisht, komplet rastësisht në këtë lloj pushe, vetëm se është një pushë që ka nevojë për njerëz e gjithë kohë. Po bën rreth 2 vite që punoj kështu on and off. Ka tjetër bëj edhe punë çat mundem, sezon kam punuar se kam lindë jam rrinë Himare dhe zakonisht shkoj verës atje. Kam punuar në një restoran, kam punuar në kuzhinë, për pasion pastaj merrem me fotografi, kryesisht analoge, shkruaj poezi, mundohem të shkruaj provë, po mundohem të futemi çik botën e skenarit, edhe pse kam goxha të vështirë për nga struktura domethënë. Skenar filmi? Po, filmi. Punoj kështu. Për momentin po kam punuar një kinopoem të vogël, 4 minuta. Ka mbetur veç muzika që nuk do e bëj vetë, do e bëj një shoku im që merr muzikë, po si Hoxha që themi. Po, e njoh. Po. Për të ardhmen si është plani, strategjia? Për të ardhmen nuk e di. Kam pas një plan të bëj se kam mbaruar bachelorin, kam mbaruar për filozofi. Kam pas një plan të vazhdoj një master regjie dokumentari, që këtu në Shqipëri nuk ka. Me gjaz do përfundoj të regjia filmit tek masteri këtu. Në universitet publik? Te universiteti publik, po. Okay. Aty e ke bërë edhe te publiku, ke bërë edhe filozofin? Po, te shkenca sociale. Po. Te Universiteti i Tiranës. Po, në periudhën që mbarova bachelorin nuk doja të vazhdoja më mastera që ka filozofia këtu. Se janë shumë pa lidhje, masterat janë kështu etik dhe leadership, integrim Bashkimin Evropian ose mësuesi, janë gjëra që s'kan lidhje fare me filozofi. Edhe si më thënë, duke qenë se kam qenë kryesisht periudhën kam qenë student, kam qenë më shumë aktivist se student. Pridh në përdyra fakultetesh, bëj protesta, kam jetuar si më thënë rrugë gjithë periudhën e të qenë student, edhe mbas masterit në regji, dua të nis shkollë dytë në antropologji, domethënë t'ja nis nga e para që të edhe për të vetë përmbushur edhe nga ana profesionale, po edhe kështu metafizikisht, domethënë. E kuptoj, qartë. Po për sa i përket lëvizjes bashk, cilat janë planet, domethënë, përveç aktivizmit, sidomos tashin gjatë fushatës. Planet e mia thonë, po, planet e tua në lidhje me lëvizjen bashkë. Po për momentin kontribuoj domethënë në mënyrë kështu informale, me sa kam mundësi, unë kryesisht për vite me radhë jam marrë me logjistikën. Kam punuar ca vit me organizim sindikal në atë periudhë që merreshim jo punëtorët që kemi qenë në Bulqiz, kam jetuar ca kohë në Bulqiz gati 7 muaj. Tani për tani kryesisht merrem me koordinim logjistik. Duke qenë se edhe te puna që jam merrem me propsa, me skenografi edhe distit lëviz në për Tiranë, gjej gjëra. Më shumë kam dash të kontribuoj kështu në sensin praktik. Nuk kam dash të futem as në lista për deputet, as. Po, kjo është ajo që bën ata që merren me produksionin zakonisht, është pasioni atyre. I del që është një lloj deformimi profesional. Po jo, shumë mirë, është Jo, jam antar i Këshillit Koordinues, po mendoj se do jap kontributin tim
sa të kem vullnet edhe sa ka mendimet e mia vazhdojnë të jenë këto që janë. Po nuk kam dashur kur, domethënë, kur kam filluar, si më thënë, të merrem, se s'm pëlqej kjo fjala të merrem me politikë, po kur kam filluar të merrem me politikë, nuk e kam pa ndonjëherë veten as si pjesë në një strukture politike, përveç se të qenit pjesë e organizate politike, siç është partia sot, po nuk e mendoj veten si material për deputet, për mohabet. Ose kuadro partie, e kam provuar ca kohë, nuk më pëlqente, nuk e gjeja veten aty. Mendoja se kishte njerëz që mund ta bënin më mirë atë punë. Jo, gjithsesi, për mendimin tim është vedia ajo që i jep njerëzve një lloj dimensioni të veçantë. Kur ke vedije, është më lehtë të shohësh veten tënde brenda botës, edhe botën brenda teje. Kështu që dhe kjo, si thosh, është lehtësisht e dallueshme në marrëdhëniet njerëzore, domethënë. Shohim deputet ose përfaqësues politik që duket se e përmendë ti janë thjesht maska. Kështu që nuk do të thotë se si e sheh veten, domethënë nuk është për çështje modestie. Unë e kuptoj që është çështje modestie për ty, po që personalisht do e shifja, domethënë, kur njeriu ka një lloj vendërgjegjësimi, kjo pasqyrohet dhe reflektohet edhe këtë tjerë, domethënë rrezatohet ata që ke përreth, kështu që unë të uroj suksese personalisht dhe me punën dhe aktivizmin politik që po bën dhe po bëni. Faleminderit. Faleminderit dhe për intervistën, edhe do doja nëse ke mundësi të bënim një bisedë tjetër për programin, domethënë. Nëse ke sugjerime, patjetër, mund të kudo që është vetëm se ke mundësi të japësh sugjerime, do ishte mirë që secila nga ato pika të zhvillohet, ndryshojnë nëse është e mundur. Patjetër. Tani jam në këtë fazë që po mundohem të gjej njerëz që kanë mundësi të kontribuojnë, domethënë, ta zhvilluar si gjë. Se janë shkruar ato faqet aty, po nuk është se diskutuar ose. Në rregull, do kemi kohë edhe për këtë. Edhe një herë, faleminderit.